Me rastin e muajit të Ramazanit, një grup të rinj nga Gostivari kanë përgatitur dhe shpërndar hallë për qytetarët e Gostivarit dhe rrethinës. Hallva përgatitej para kullës së sahatit, ndërsa shpërndarja do të bëhet para kohës së iftarit. Përgatitja e hallvës është traditë për muajin e Ramazanit, andaj edhe Albin Deralla nga grupi Qarshis, njëri nga 35 të rinj që ishin bërë bashkë për këtë organizim, thotë se dita e sotme ishte zgjedhur pasi përkon edhe me organizimin e iftarit nga kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani. Tradita në Gostivar nuk ka të mbaruar. Përgatisim hallë për 1500 vetë për Ramazanit, për përgjithësi për popullin. Përbërja e kësaj hallës është klyn, miell, gris, sheqer, edhe ka me një pekmes special për hallën. Kjo ka me traditë qish në kohën e Osmanive, këtu në Ballkan, edhe vazhdon edhe më aty që vazhdon. Kadri Sinani, mjeshtër i kuzhinës dhe i kësaj ëmbëlsire, thekson se do të përgatiten rreth 1500 racione dhe gjitha do të shpërndahet kalimtarëve të rastit. Këto shkon të me thonë të kundi 2 orë 45 minuta, deri me dhe sa të vish me dhe 3 orë, diçka. Që të jështë. Kadar duhet piqet. Hallën s'mund të bënë dëkush tjetër për që se mjeshtri se së të orë ka një nuhatje ka, kupton, kur duhet me dhe pjekët, kur duhet ujti, kur duhet sheqeri dhe mere të qërësot. Duhet vetëm tjetë temperaturë të lartë, që të mërinë e mendoj nivelin, që të dale hallë kvalitet alisi duhet. Pasi tregoi për bërësit e nevojshëm për përgatitjen e hallës, mjeshtri Sinani thekson se për të qenë gati kjo ëmbëlsirë duan rreth 3 orë. Lodhëm 35 vetë, lodhëm kitë si vullnetarisht ne lodhëm kitë shoshneja. Shoshneja është kina një ema në grupi Qarshi, i Gostivarit në të rinijës. Kishim një ide të bëjmë një hallë për Gostivarin. E në me një sebe për nësujtë është në iftari, këto kryetari Valbon Limani e bon iftari, me ato lidhëm bashkë. Grupi Qarshis theksuan se aktiviteti simbolik i ditës së sotme ka për qëllim që të jap mesazhin e solidaritetit dhe bashkimit të njerëzve në këtë muaj të bekuar të Ramazanit.